Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Nesër mbushen 1 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të 11 parlamentare pas rrëzimit të komunizmit në Shqipëri. Por çfarë ka ndodhur në këtë 1 muaj? Edhe pse kemi një rezultat final, akoma ne nuk kemi një certifikim të KQZ-s të zgjedhjeve. Edhe pse dim që Partia Socialiste ka fituar 83 mandate, Partia Demokratike 50 mandate dhe pjesa tjetër e kanë marrë partitë e tjera të reja ose të vogla, ne ende nuk kemi një certifikim final edhe për shkak se disa qendra, sidomos në Tiranë dhe në Fier, do rinumërohen kutitë e votimit dhe ky është lajmi më i fundit për zgjedhjet e 11 majit. Por çfarë kanë sjellë zgjedhjet e 11 majit dhe çfarë domethënie ka që Partia Socialiste nga 11 zgjedhje parlamentare 7 ka fituar ajo, pra të majtën, dhe vetëm 4 Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike është në thonjë e dënuar të rri 4 vjet në opozitë. Për të diskutuar për këto, për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, unë kam ftuar, nuk e kam ftuar asnjëherë në emisionin tim dhe ndjem me të vërtet keq, por unë çmuaj vlerësoj dhe e ndjek dhe e dëgjoj në ligjërimet e tij, në analizat e tij, pse jo edhe në debatet e tij. Fitim Zekthi, gazetar, analist, opinionist edhe profesor në Universitet. Faleminderit që pranoj ftesën. Më thënë drejt, është kënaqësi që jam në studion tuaj. Është vërtet hera parë që vi, por konsiderata ime për njerëz që e kanë në arshtin e vet gazetarin, informimin e publikut, deontologjinë e këtij profesioni që gjithmonë më shumë rrëzohet, është shumë e lartë, që unë jam shumë i kënaqur që jam në studion tuaj. Të falenderoj, Fitim. E pyetja e parë, ti jo ke zgjedhur, po gjithmonë mbështet kauzat e djathta. Dhe liria kjo është të besosh në një kauzë që ti mendon që është e drejtë. Ndihesh keq që Partia Demokratike, partia kryesore lokomotiva e të djathtas, për herë të 4, pra mandatin e 4 në opozitë? Keqardhja është gati e pa shpjegueshme, shumë e madhe, shumë e thellë. Unë kam patur këtë lloj ndjenje kaq të keqe sa kam tani edhe në vitet 97-2005. Madje atëherë kam qenë më i ri, kam patur edhe pak më të rënd atëherë, mëse e përjetoja pak më me emocion se sa tani. Po, e përjetoj shumë keq që Partia Demokratike, e cila në imazhin tim në këto 35 vite ka qenë barca e vlerave të djathta, është në opozitë. Por kam një lloj, thash herë, zbeje të ngarkesë emocionale të viteve 97-2005, sepse thash unë tani jam 50 vjeç, nuk jam i ri dhe i shoh gjërat më me qetësi dhe më me ftohtësi dhe filloj të kuptoj që Partia Demokratike në fakt nuk është një parti e djathtë, po të ishte partia e djathtë, ajo do të ishte fituar zgjedhjet. Ju thatë që unë jam mbroj kauzat e djathta, unë i mbroj kauzat e djathta se unë në fakt mendoj si i tillë. Unë e kam patur një lloj sfide time. Jo, ka ndonjë arsye pse mbron kauzat e djathta? Po, ka një arsye. Unë kur ndodhen ndryshimet demokratike, kam qenë gjimnazist dhe familja ime me shumë vrull për krau Partitë Demokratike dhe për shkak të kaluarës vet gjatë dispozitivit të komunizmit. Çfarë lidhje ka? Ka qenë një familje po themi me biografi të keqe gjatë regjimit komunist. Ju jeni përndjekur? Po, djali Xhaxhait gjyshit tim ka qenë i pushkatuar i regjimit komunist. Djali Xhaxhait të gjyshit. Po, edhe ne si quhej? Ka qenë Qamil Zekthi. Qamil Zekthi. I pushkatuar si një njeri ballë kombëtar që në vitet 45-46 apo 45-46 u pushkatua. Është pushkatuar pa gjyq në breg liçen e Belshit. Ka liçen në Belsh aty. Ju jeni nga Belshi. Nga Belshi e Elbasanit, po. Dhe ju pushkatua aty, cili ishte aktiviteti i tij? Mendoj që ka qenë aktivist i çetës ballit kombëtar. Do themi ushtari thjesht i ballit kombëtar ka qenë. Por fision ka qenë. Fision gjithsesi kishte mbështetur ballin kombëtar. Gjyshi im ka qenë i pronar i mesëm tokë. Jo, një sekondë, ky ishte djali Xhaxhait të gjyshit tim. Kush është gjyshit? Po, gjyshit tim. Do të thonë Qamil Zekthi, dhe familja. Po, fision përgjithësi, familja jonë dhe ne shumë ne kemi qenë me biografi të keqe, kemi domethënë patur probleme shumë serioze me komunizmin, nuk kemi marrë. Cila ishte vuajtja më e madhe që ka psuar familja? Se është interesante që ta tregosh të. Nuk e ke treguar ndonjëherë besoj. Jo, nuk e kam treguar askund. Vuajtja ka qenë mjerimi i thellë dhe shiko, diskriminimi që ne kishim nga të tjerë. Diskriminimi. Shiko, unë kam vuajtur personalisht si fëmijë, unë kam vuajtur shumë si fëmijë, domethënë. Ç'a bënin ty? Në çdo aspekt. Shiko, ne visheshim shumë më keq se të tjerët, ishim shumë më të varur se të tjerët e para. Në cilin fshat keni jetuar? Belsh. Në qytet? Belsh, po. Në qytet. S'ka qenë që ajo, shiko, Belshi ka qenë ndarë në 2 ferma dhe kooperativa. Ne ishim pjesë e kooperativës, Belshi ishim pjesë sepse partia kështu i ndante. Një pjesë kooperative, një pjesë ferm, bile në ferm zakonisht ata që ishin të ardhur. Ne ishim vendalite, ishim më të dhe i më të përsekutuar ishim në venda, sepse ne i kishin qenë pronarët e toka, pronarët e
Dhe familja juaj, pararësit tuaj ishin pronar tokash, nuk ishin njerëz. Gjyshim ka qenë relativisht i pasur. Nuk po them pronari i madh, por ka qenë pronari mesëm tokash. Gjyshim. Edhe është u shpronsua sigurisht si gjithë tjerët. Po dhe si ndjej veti këtë? Unë kam ndjek këtë gjë, domethënë mjerimin e thellë, diskriminimin e plot dhe faktin që ja po themi gjë që në fisin tim i pari një shkollë mesme jamon. As shkollë mesme nuk shkonin njerëz. Kjo është e vërteta. Ti je i pari në shkollë mesme? Kam shkuar në shkollë mesme. Ti shkove në gjimnaz? Po. Aty në Belç. Sepse gjithë marronin klasën e 6, 7, 8 dhe Bilalinin pa atë shkollën në kooperativ, po. Dërsa ti fillove gjimnaz aty në Belç. Po, në Belç, po në Belç. Wow. Po ishte shumë vonë. Po deri pa filluar gjimnazin fitim, si çfarë diskriminonin? Okej, kjo e veshjes edhe po ishte mjerimi, shiko, të veçonin? Ishte po patjetër, jo vetëm mu. Shiko, fisi jemi tërë në përgjithësi. Ishte i veçuar. Ne jemi lagjen vetë, kur futesh në Belç, lagja Zek, lagja jon, tër fisi jo ka qenë i tillë, domethënë pra fis, po themi me byrë keqe i lëni për zën nga periferia e, po themi e asaj që ishte jeta në socializëm e njerëzve. Më pëlqen shumë bie Mrizek. Sepse është një kështu. Faleminderit. Shiko, sipas unë jam përpjekur të kuptoj nga vjen me sa thon, domethënë, aq dhëna sa kemi ne, ne jemi një fis që vim nga mali i zi shqiptarësh të malit të zi. Nga vitet 1600, shumë herë. Jemi themelus pak a shumë të Belçit, bashkë me dy fisë të tjera Hysa dhe edhe Tafani, po. Sepse aty mendoj që mund të ishte edhe qendra e Shqipërisë. Po, kështu ka thënë Sami Frashi. Pra, mendoj që është pak e diskutueshme ajo. Ka zekte edhe në Tiranë, që janë në një edifis me ne. Ka dhe Tiranë, po kanë Tiranë zekte, ne jemi një edifis me këta. Janë ndarë nga ju. Janë ndarë vonë, me thënë drejtën, po bile marrëdhënia ka qenë ngushtë deri nga vitet 50-60 pa shkonin në vinte njëri tjetri nëpër dasma, nëpër vdekje, nëpër këto raste të tjera. Pastaj gradualisht fillon dhe u larguan. Jemi një edifis me ta që janë Tiranë. Pra me valltarin Besim Zekte ku dion. Do të Besim Zektin e ke tëndit? Është fisi jon. Fisi juaj. Jemi një edifis, po. A krenohesh me Besim Zektin? Po ka qenë valltar shumë i madh, shumë i figurë e jashtëzakonshme e Shqipërisë, padyshim, nuk diskutohet. Nuk besoj. Ishte ikona e artit, mund të themi, të asaj jo e vallës shqiptare. Të atij zhanri, padyshim. Padyshim. Kështu, megjithatë nuk është se ti vetë kërcenojnë çika apo jo? Jo, jam dram fare. Si ore të kesh njeriu tënd, Besim Zektin mos kërcesh fare? Jam dram fare. Tani të diskriminonin moshatarët e tua apo e ndjekte edhe nga mësuesit? Jo, moshatarët, jo, po diskriminimi ishte shiko, unë më shumë vuja diskriminime prindër apo dhe time. Shiko, baba im për shkakun punonte në kooperativë, në punën më të këqija, punonte në brigadën e pleut, në brigadën e lopëve, ku pasoronte ato bajkat pletë lopë. Edhe në një, po, sepse e shija që çojnë mëngjes herë të shkonte, vinte, më kujtohet ditët e dimës shkonin hapin tokat e reja. Ka qenë ai budalliku që të hapin tokat e reja dhe njerëzit nuk e dinë të gjëra, po në hapin e tokat e reja norma ishte 10 metra katror, po duhet punuar 80 cm thellë. Por duhet prer pylli, duhet shkul trunjë. Ata nuk e bënin dot në normë, edhe merrin nga 10 lekë ditë pune. Ndërkohë që një bukë misi bën 30 lekë. Pra, merrin bukët verësie. Do të thënë ata, jo unë, jo thjesht unë. Pa isi lagja jon, do të thënë gjithë merrin bukët verësie. Do ka qenë një situatë, dita ishte 10 lekë. 10 lekë ditë, po gjatë dimrit. Buka bënte 30 lekë një bukë misri. 30 lekë bukë misri. Dhe ata merrin 10 lekë ditë, po. Verësie, do të thënë me hua, si quhet. Po, ke dyqani bukës e kooperativës. Shnonin emrin atje? Po. Jo vetëm. Sa fëmijë ishit ju? Ne kemi qenë 3 fëmijë. 3 fëmijë. Jemi ende të Ti i madhi? Po unë jam i madhi. Ti i madhi. Diskriminimin e ke ndjerë nga mësuesit? Jo aq shumë, me thënë të drejtën. Ti mësoj. Ose pak. Ishe shumë mirë me mësimet. Po, domethënë tash mos e hym këtë histori kështu çka kam qenë, po kam qenë nxënës. Më pëlqen shumë ta tregosh. Mirë, un kam qenë një nxënës shumë i ekscelent nga klasa e parë, po. Që nga klasa e parë. Kjo është arsyeja pse unë shkoj. Pa ishte një presion i jashtëzakonshëm i gjithë zonës mbi prindërit e mi. Patë probleme që do të thosë sa kundërshti? Jo, shumë se ishte viti 1989 dhe kishte rënë edhe lufta e regjimit. Shkoa lehtësisht, nuk më pengon njeri, por unë nuk doja të shkoja, doja të punoj në kooperativë. Nuk do të shkoja? Jo, edhe prindërit do të ndihmojë familje. Po, sepse unë me zeprita të punoj në kooperativë. Prindërit donin që unë të punoj në kooperativë, po presioni shumë i madh i gjithë tjerëve që ky duhet shumë shkollë. Kur the për herë të parë që unë se dua këtë regjim? Shiko, unë të them diçka, domethënë që unë nuk e kuptoja regjimin, po unë di këtë gjë që gjyshi im e shante haptazin në shtëpi. Po, babai kishte shumë frikë, më thënë drejtën. Babai im ka qenë njëri shumë i kujdesshëm, është gjallë ende në moshë të thyer tani, i shumë frikë. Kurse faleminderit, kurse kushëritë e tjerë ishin më të guximshëm, e shonin haptos si fare. Kishin mosha babait tim. Babai im ishte shumë frikë, sepse babai im kishte histori edhe më të vështirë, kishte vujt shumë në ushtri, kishte qenë në ushtri, e kishin zgjat ushtrinë, kishte bërë një dënim të vogël në ushtri për ca gjëra, se kishin parë të keq që kur kishin në ushtri dhe i gjet vogël bënte dënonin në ushtri dhe kishte shumë frikë regjimin. Babai im kishte një frikë të madhe nga regjimi. Gjyshi ishte më i vjetër, më i guximshëm, gjyshi im kishte refuzuar punën në kooperativë, nuk shkonte fare në kooperativë. Edhe kjo gjë kishte shtuar mirimin e tij, pra kishte refuzuar punën në kooperativë,
ai dhe gjyshja, edhe kjo kishte bërë edhe më të mirë jetën tonë në një farë mënyrë, sepse vetëm korporativa ishte puna, s'kishte punë tjetër. Por unë i dëgjoja Qashanin dhe unë vetë as diskutohet fare që isha me Ta kishin thënë ty që çuni xhaxha gjyshit ishte pushtuar? Kjo dje fare, dje këtë gjë. Shkoj madje ata që ishin nipërit e djalit xhaxhait, që ishin komshit tonë ngjitur te gardhi, ata shanin edhe më ashpër. Duket si prall. Kur kam shkuar unë në universitet, do thosha njerëzve që nuk kam patur portrete në veri shtëpi, duket sikur mburresh, por në fakt nuk kishe portrete në veri. S'bëhet fjalë, nuk kishe. Shkoj ne kemi qenë familje shumë e varur. Vinin ata komunistët atje të thoshin pse s'ka? Po nuk ka qenë vetëm familja ime, ishte gjithë fshati kështu. Pra nuk është se ka qenë 3000 familjes time. Ka qenë lagja zek. Gjithë lagja. Lagja zek. As merr fshati, se fshati. Lagja zek. As i merr njëri fare me këtë punë. Është e vërtetë që e gjithë lagja askush nuk ishte as i libër as i portretet në verit. Kemi qenë lagja domethënë mirin plot, e kupton në herë. A lexonit? Në Gazetë Sporti, unë për shembull kam qenë i fantaksur pas leximeve dhe unë s'kisha as i libër në shtëpi, me thënë drejtën. Fare. Ne kishim një shtëpi që hynte shiu brenda kur binte shi. Por unë shkoja me vrap merja Gazetën e Sportit sepse një kushëron ishte e abonuar. Ishte edhe me shtrenjtë 5 lekë. Ishte 2 herë në javë ajo. Unë shkoja e merja për të sjell aty. Po e merja se lexoja vet. Kto kanë qenë leximet tona ose pastaj kur hyra në shkollë merja librat e biblioteka shkollës. Po televizor? Nuk kemi patur. Çfarë thua? Po, ja, mas po nuk kemi. Deri në vitin 90? Vetëm njëri Gazetë e patur televizor, një televizor lura e mori vonë dhe ai. Ne nuk kemi patur. Deri vitin 90 nuk e pasur televizor? Nuk kemi patur. Kemi patur një radio kineze që atë dëgjonim domethënë. Gjyshi dëgjonte përgjithsisht muzikë, ku diun, ne dëgjonim me aty kam dëgjuar zërin e Amerikës, do të them që e dëgjoj. Ku filloi ta urrejt, kisha ato? Shika, unë me thon drejtën, nuk e shika, nga që shahet tek ne dhe thuaj që ky është i keq, unë isha i bindur që ky është i keq. Ai sa kuptoj unë. Madje kam bërë diçka që mund më lejohet. Në 89 unë isha në vit parë gjimnazia dhe i bëra një pyetje profesorit të historisë partisë. Sa i thoshte na pyetën. I thashë profesorit, thash, ne kemi klasë punëtore dhe fshtatës si punojnë, se këto janë 2 klasat tona. Ndërkohë kemi shtetet diktatoruse proletariatit. Pse na duhet ky shtet kur s'kemi proletariat? Edhe ai më thon drejt më qolloi edhe tha. Qolloi? Po, depresës jashtë thamë. Ja, prit. Sa vjeç ishe ti? Vit parë gjimnazi i bie. Qolloi me plumb? Po, 15 vjeç edhe. Në fytyrë? Po, prit jashtë. E prita dhe thirrja të drejtorit të shkollës, ishte i burr shumë i mirë i mrekullueshëm, kanë rrugë jetë. Kam nderim para të njëri Raki Poruçi. Edhe si quhesh profesorin? Profesor, mos e them. Jo, do ta thuash. Do ta thuash, kam gol. Do ta thuash atë Reza Peqini. Reza Peqini ka qelluar ty 14 vjeç. Po. 14 vjeç ka qelluar ty dhe mos i përmendësh emrin. Ta përmendësh që nuk besoj që ishte një burr i keq, ishte thjesht i komunist. Edhe qellosh një fëmijë 14 vjeç me plumb. Në atë kohë ndodhte kjo gjë. Jo. Ndodhte. Jo, ndodhte, po 89? 89, ndodhte. 89, në fakt në Tiranë kishte rënë. Ndodhte, kishte profesor që unë nuk ndjeva thirrë drejtorin, i tha ky ka thënë gjë, tha ky është problem për partinë, thirrën baban tim, ai drejtori ishte burrë shumë i tha, ky është ten fshatar thjeshta, nuk mendojnë këta, tha, ku digje se vedini shkreta se thonë që e kam mësuar këta, aty ishin disa të internuar në Belç, thonë mos e kam mësuar ata të flasë në këtë mënyrë. Kishte një figurë të njohur? Ka patur aty shumë, ka qenë komunist, Vasko Leci për shembull ka qenë aty. Ka qenë aty, hë? Po, Vasko Leci, që më mend unë kur ditë. Vasko Leci kishte tjetër historisë, ai ishte komunist i rënë nga vakti. Ai kishte qenë me siguri. Që unë kam qenë edhe nuk e dija cilit ishin, po di që një prej pallateve ishte plotësisht plot me të internuar. Edhe këta mendonin që ndoshta më kanë mësuar ata që të flasin këtë mënyrë. Unë kot fare, unë s'kisha lidhje fare, unë dëgjoja që thjesht ishte atmosfera në familje e tillë. Pak a shumë, ishte fryma që më shtyri. Tash jam me lloj dyshime, thash, por pse na duhet të lidhë këtë për drejtë kur s'kemi për drejtë? Pa kaq ishte pyetja ime, një lloj koneksioni logjik domethënë. Pra do të them që unë familja, jo vetëm thjesht familja, lagja, në tërësi lagja. Po them një gjë, ditën që ka ndruar jetën Enver Hoxha, ne kemi qenë klasë 4 edhe kushërim, pa thënë me emrin Ndriçim Zekti, më tha moshi që vdisë ma ky maskara. I tha çfarë thua, se dua më se mos fol se do gjejmë belan. Domethënë në fisin ton ishte kjo lloj fryme, këtë do të them. A qan aty në fisin Zekti? Nuk e mbaj mend, po ne s'kishim trezor me pap. Di që kooperativa mlodhi njerëz në një Shqiptar Radio. Po, tani ja sa e mbaj mend atë ditë. Po. Tek Klas 4 ishte. Po, tek e vetë familja që kishte televizor tek ne, u mblodh gjithë kooperativat për të pa varrimin. Unë se kalama shkolla dhe unë mbas Beras për gallat. Baba im nuk erdhi në shtëpi. Edhe unë e pyeta pse s'erdhe. Ai ka thënë se do vija unë për të parë ato gjëra. Do thonë, ky ishte gjyqi s'bëhet fjalë me se gjyqi. A pedi kë që qëndra aty? Do të ketë padur, nuk e mbaj mend, se kam qenë shumë i vogël, po se ka qenë ajo dhoma. Ti u rrite me një lloj pra do të them që sapo ndodhin ndryshimet ne ishim natyrisht me Partinë Demokratike. Tani rrugës me gjatë kohës që u rrita fillova
Se fillim kam qenë, po themi, le të themi liberal. Unë nuk kam qenë i besimtar, unë bëra besimtar. Unë jam besimtar praktikant i besimit islam. Edhe Je praktikant, po jam praktikant dhe rrugës. Çfarë ndodhi? Pse u bëre? Ka qenë një kërkim im i vazhduar. Gjatë viteve të universitetit kam kërkuar shumë, kam lexuar tekstet fetare. Ju studiuat, ju diplomuat për matematikë. Pastaj jam marrë shkenca politike, kam bërë një mastër në Çfarë matematikë mbaruat gjimnazin me notën mesatare të lartë? Sa ishte mesatare? Gati 10. 10, ëh? Mesatare 10. Po, gati 10. Bravo. Dhe fituat drejtën e studimit për matematikë. Në atë kohë qenë me konkurs, po unë kisha pasion matematikë. Po, me konkurs, me drejtën edhe shkova dhe fitova kollaj, nuk diskutohet. Vazhdova matematikën gjatë viteve. Në fakultetin e shkencave. Po, shkencat natyrës, kam qenë mbasi morova universitetin, punova pak kohë si asistent i matematikës. Pak muaj, mi po ishte rrok shumë e ulët në atë periudhë dhe asistent paguaj shumë. Asistenti pedagog? Po. Aty në fakultet? Jo, aty tek fakulteti i ekonomisë. Po i matematikës, po pak muaj dhe pak muaj. Dash gjithsej 10 orë, ku diun ishte unë merre nga 2000 lekë vjetra për një orë, ishte nuk mund të jetoja ato në Tiranë me të gjë. Kështu u detyrova shkoa në shkolla gazetare dhe mora një drejtim tjetër, si më thënë. Punova gazetare në atë shënë një televizion shqiptare, kam qenë një korrespondent i çështjeve të kronikës pak kohë, disa muaj gjysor, pastaj mora me gjërat politikës me radhë. Ishte drejtori në atë kohë? Drejtori ishte Bër Frokçupi dhe drejtori im i lajmeve ishte Arban Hasani. Arban Hasani, do të thonë bie 97. 97. Sa po mbarova. 97. Po, unë kam punuar në 98 atë shembull. Si të morin në ata aty? Ti ishe i djathtë, si të morën aty? Ja, nuk është se i djathtë. Unë isha i eri, ishte 23, nuk është se ishte një pyetje kështu, po Frokçupi se kishte problem të merrte një punë, një letishë i djathtë. Kam vlerësim për Arban Hasanin, ai ka qenë, themi, arsyeja që më mori edhe Antoni Bilekaj, më thonë. Edhe Antoni. Po dy gazetar të mirë dhe dy djem të mirë, të cilët nuk më pyetën fare i djathtë apo i majtë, kupton? Unë e bëra pyetje çik me hile, po unë e di se si funksionon. Edhe Froku, edhe Arbani, edhe Antoni Bilekaj si kanë fare ato. Diskutohet fare. Dhe punova disa kohë aty, pastaj kjo mora këtë rrugë pastaj. Punova tek Gazeta 55, Gazeta Tema. Edhe ndërkohë unë gjatë viteve të universitetit kërkimet e mia, rrafgimet e mia, po themi ato dilemat e mëdha që ka një njeri, më shtyn drejt besimit dhe tani doja të pajtoja idetë e mia të djatha politike që fillova të sistemoj me besimin edhe Islam, besimin fetar në përgjithësi, pra ideja e Zotit ekziston. Edhe nga një, po themi, njeri liberal që mund të konsiderohen vitet studentare, unë bëra i konservator dhe unë i hyra, po themi, me kokë, u zhyta në këto, edhe nuk thuaj se nuk kam lënë autor konservator pa lexuar. Do nuk besoj që mund të ketë mbetur një autor serioz konservator gjatë gjithë këtyre 25 viteve, 30 viteve, edhe tani me këtë punë merrem pak shumë, me kërkime mbi mendimin konservator, filozofët, mendimtarët. Në cilën xhami kryeni ritjet tuaja fetare? Nuk ka se kam një xhami të posaçme. Shkoj tek xhamia e qendër, tek xhamia e re, tek xhamia e Tabakëve, tek xhamia e Kokonozit që është pazari i ri. Përgjithsisht tek këto. Shkonte xhamia e madhe e ndërtuar? Shkoj. Si është xhami? Është e mrekullueshme, shumë e mrekullueshme. Është shumë e bukur, është e mrekullueshme. Tani besimi islam ka disa shtylla dhe ajo që unë duhet pyes ty është Islami shqiptar dallon nga Islami klasik atje, se unë kam edhe ca përvoja kështu që kam qenë edhe në Mekë, kemi qenë një grup gazetarësh dhe pak a shumë e njoh atë pjesën se si pse jemi ne një Islam liberal. Ne jemi një Islam, nuk po them liberal, ne jemi një Islam. Siç ka një ngjyrë tonën ballkanike shqiptare, sepse është në natyrën e besimit islam, i cili çdo lloj tradite kombëtare, kulturore, e cila nuk bie ndesh në Islamin, e mban, e ruan, e brendson. Pra Islami zgjerohet, është zgjeruar pa nga Meka, në Medinë dhe në rajonet e tjera, Irak, Siri, vende Magrebit, Jeruzalem, Palestinë, Egjipt me radhë, në Europë, edhe kudo ku shkonte, çdo lloj tradite kulturore, çdo lloj virtyti i zonës, çdo lloj norme zakonore që ishte halal, po themi, pra brenda Islamit e pranonte dhe lejonte. Kështu që Shqipëria ka pasur ato gjërat e veta, kulturën e vet, gjuhën e vet, muzikën e vet, këngët e vet, sjelljen e vet, natyrën e vet. Ne jemi një vend në Europë. Pra, siç Islami nuk do jetë si Islami në Riyadh apo si Islami në, po themi, në Buenos Aires. Por ama thelbi i Islamit është kudo një lloj. Është një Kur'an, janë kolonat, 5 kolona. Tani për ta mbyllur këtë, fjala Islam është paqe. Tani edhe këtu në Shqipëri ka disa tendenca, disa devijime nga ky Islami që thatë ju. Po, besoj se mund thuhet kështu. Shiko, pa hyrë, unë nuk jam teolog, po megjithatë e praktikoj, unë sigurisht kam një njohje modeste mbi këtë gjë. Njerëzit mund të bëjnë leximet e veta, por ka një mainstream se si lexohet. Një tekst apo një kulturë apo një besim. Islami ka nga pikpamja e akides, si themi ne, nga pikpamja e doktrinës ka 3 shkolla që janë mainstream. Ato 3 janë
janë secila në rregull. Ka dhe 4 shkolla të legjislacionit. Edhe ato janë të 4 në rregull. Nëse dikush kërkon bën një lexim për te këtyre shkollave, siç mund të jenë, ku diun, ata që ne i quajmë vahabist apo ata që ne i quajmë selefist, ky është një problem që nuk ka të bëjë me mestrimin e Islamit. Pra, lexime problematike njerëzit do bëjnë. Ke qenë Mek? Po. Sa herë? Një herë kam kryer haxhin, si më thënë. Do të thonë je haxhi. Po jam haxhi, mund të quhem. Do të thonë mund të quhesh haxhi. Haxhi fitim zek. Absolutisht po. Si miliarda njerëz në botë që kanë qenë haxh, po patjetër. Jo, kam qenë unë në Mek. Po ju ndoshta nuk keni qenë periudhën e haxhit. Apo në haxh. Ne kemi qenë të ftuar nga Ministria e Kulturës atje, po bëm rritin. Kemi qenë një 10-15 gazetar. Kuptoj, po haxhi kryhet në një periudhë caktuar të vitit. Nuk quhemi haxh ne. Tani që flasim ne, sot që flasim ne, haxhi ka përfunduar dje. I këtij viti. Ne nuk kemi qenë në një periudhë me sa kujtoj. Por vajtja patjetër, vajtja në një periudhë tjetër ishte një gravitacion, do një tërheqje gravitacionale që unë jam befasuar. Ishte një mrekulli, me thënë drejtë. Po nuk diskutoj fare. Është një ngarkesë që më mrekullove me këtë pjesën personale. Tani vinte ajo që quhet pesha e rëndë. Tani ju thot Partia Demokratike të dhëm kjo në 4. Pse? Çfarë ka ndodhur? Se ju keni qenë kritik ndaj Zotit Berisha, mbështetës i Zotit Basha, kritik ndaj Zotit Basha, por këto si keni bërë më herët? Mua kjo më shqetëson. Shiko, e drejtë është kjo, domethënë, unë nuk kam qenë kritik i Partisë Demokratike, po themi zyrtarisht, deri nga viti 2021. Edhe për një arsye se kam qenë pjesë e strukturës, unë ca kohë kam qenë antar i Këshillit Kombëtar dhe antar i Kryesisë së Partisë Demokratike dhe po mira. Jo, dakord, e pranoj unë atë dobësi. Nuk kemi supe ti përgjegjësi. Jo, patjetër, po. Domethënë, jam përpjekur që gjatë kohës që kam qenë antar kryesie të mund të mos dal publikisht kundër qendrimeve zyrtare. Unë kam dhënë parim timin që njeriu duhet të sillet në përputhje me statusin që ka. Pra nëse je gazetar, nëse je inxhinier si inxhinier, nëse je president si president, nëse je pedagog si pedagog, pra nuk i pëlqej njerëzit të përzihen shumë statuset. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që për mua Partia Demokratike në vitin 2021 e më pas prishi dialektikën. Nuk është problemi pse gjërat janë keq. Janë në kuptimin dialektik. Kush është fajtori? Mendoj që fajtori kryesor është Sali Berisha. Pse mos themi Lulzim Basha? Jo, Lulzim Basha ka gabime dramatike. Jashtëzakonisht. Dramatike. Por nuk prishi dialektikën. Çfarë do të them me dialektik? Ka një dikotomi normale, A-ja dhe B-ja. A-ja dhe B-ja, A-ja mund të jetë mirë, B-ja mund të jetë shumë keq, por B-ja përpiqet bëj aq sa mundet ajo mrena gjërat veta. Nëse B-ja fillon të punon kundër vetes vet, është prish dialektika. Pse të them punon kundër vetes? Sali Berisha doli dhe sulmoi Partinë Demokratike. Institucionet, Kryesin, Këshillin Kombëtar, tha këta janë pengje, janë të kapur, janë të shitur, janë të blerë. Ndërkohë që për 8 vite me radhë nuk kishte bërë këtë gjë, se nuk do ishte prishje dialektikës kur ishte qendrim konstant. Ja 8 vite ishte një qendrim tjetër, që kjo parti është mirë, kjo është më e mira, pra edhe në moment caktuar nisi këtë lloj lufte. Jo nuk e nisi këtë lloj lufte, po mjetet të cilat e nisi, se lufta mund të nisë, por nisi edhe me mjete politike që nuk kanë bën me djathtë. Unë kam vetëm një gjë. Unë jam rob i principeve, po themi ideologjike. Nëse tu je i djathtë, sillu si i djathtë. Nëse tu je i majt, sillu si i majt. Nëse je, ku diun, ultraliberal, je ultrakonservator, je socialdemokrat. Si kupton shumë populli këto? Dakor, po ne të paktën këtë gjë, unë të paktën kështu do mendoj, do përpiqem të them që kështu duhet të jetë. Pra nëse ti thuaj që unë jam patriot, sillu si patriot. Nëse thu unë jam, ku diun, multinacionalist, sillu si i tillë, pra. E kuptoj. Nuk ka si ndryshe si të merren vesh Holandë. Ti më thua më shikoj fitim, unë jam solist ose nuk ka bërë gjë tjetër. Ose thu, shikoj, unë respektoj, po themi kot tash. Këtë lloj kodi, pastaj vepron ndryshe. Edhe ç'a ndodhi? Gjitha lëvizja ka qenë komplet jo konservatore. U mblodhen njerëzit në një stadium, u thonë që këta janë kuvendi dhe parazojmë një parti. Nuk funksionon kështu. Nuk është partia në kuptimin konservator të fjalës mbledhja e njerëzve në një stadium. Nuk është konservatorizmi dhe djatha, sharja, shpifja, shantazhi, britma, gjua hiperbolike, gjua anihiluese. Përkundër është e përunjura, e matura, e kujdesura. Ora shikoj, djatha është Abraham Lincolni, djatha është James Madison. Okej, Fitim. Pra, edhe këtu u pris dialektika. Pra, se thonë partia punon kundër vetes vetë dhe kjo është. Jo, e kuptoj Fitim. Ju thoni që Berisha është fajtor i madh. Nuk duhet ta bënda atë që bëri, sepse ja kemi edhe sot. Tani, si ka mundësi që në çdo betejë që një grup
brenda PD-s, ka brenda zotit Berisha, shoqërohet me daljen e një grupi akoma të madh si ky, që e ka mbytur gjithmonë në këto 35 vjet këtë grupi që doli kundër zotit Berisha. Tani shiko, tani këtu kemi problem kulturor tani. Në fakt, kjo është thelbi vërtet. Pra, Sali Berisha nuk është problem parizmatike. Pra, po të hyjmë me themel fare tash. Pra, Sali Berisha nuk është problemi fare dhe ajo që bëri Sali Berisha nuk është fare problemi parizmatike. Pra, Sali Berisha as është problemi parizmatike dhe lëvizja e tij nuk është fare problemi. Problemi është kultura e parizmatike e formsuar në 35 vite, cilën zoti Basha para sekond nuk e preku fare. Edhe kjo është përgjegjësia themelore e Lulzim Bashës. Ruajti një parti demokratike në vijat që ai gjeti, madje kalcifikoi dhe mbrojtë vija dhe në fund fare pastaj po pse mbështetet Bashën pastaj? Mbështet jo Bashën, nuk e kam mbështet kur Lulzim Bashën. Jo kam mbështet qendrimet. Po mbështetet qendrimet tu Bashën, po mbështet. Jo, shiko, po të mandë qendrimet tjera Bashën, nuk them se un kam qenë, le të themi thonë se berishist, pra në kuptimin që kam përkrau. Ke qenë berishist? Besi, nuk kam qenë herë në kuptimin që them që se unë nuk jam njëri që mbroj gjuhën e sharës, të shpifjes, me shumë etik. Nuk i dua ato gjëra, sepse më kujtohet komunizmi, vëlla, shkruaj. Ore, shko. Pse unë kam inat komunizmin? Sepse thot, po s'mendova se unë je armiku im. Unë këtë problem kam. Po unë pranë nuk e du komunizmin. Familja, fisi, gjithë ne pranë kemi shqiptarët, pranë kanë vujt. Sepse kategorizohesh me klasë. Po kemi mendim tjetër, je klasë armike. Ke pasur raporte personale me zotin Berisha? Jo, personale jo. Je takuar? Po jam takuar 2-3 herë, po jam raport personale. Unë kam qenë një që ai kam vlerësuar shumë. Edhe vlerësoj kontributin e Berisha. Nuk hyj tek ata që them që ai është një maskara, një tradhtar, jo, nuk hyj fare tek ata. Ti the zoti Berisha është problem. Është problemi. Fajtori i madh. Fajtori i madh sepse ai lëvizja e zotit Berisha ishte lëvizje që punoi kundër sistemit ose kundër prezidentëve. Por pse mbështesin? Se mua kjo më habit. Tani pse më shtyn sepse kultura e brendshme parizmatike është e tillë që do shkojë deri sa më shteti. Shiko, cila është kultura parizmatike? Se ka shumë rëndësi të thuhet kjo gjë. Partia Demokratike u krijua në vitin 91-92 si një front që sulmonte si antishqiptare, si tradhtare, ku diun, partinë e punës të asaj kohe dhe adoptoi pak a shumë mjetet e asaj partie për të bërë politikë. Edhe nga i pamje organizative, Partia Demokratike ju përgjigj partisë së punës me qeliza nëpër çdo katon, nëpër çdo lagje. Edhe nga i pamja e ideologjisë, Partia Demokratike filloi zhvilloi dhe ajo një lloj lufte klasash të brendshme, pra që ditët e para. Partia Demokratike nuk që as i di dhe një parti. Shiko, ata s'po ta them ndryshe. Ka 3 kultura në politikë, nuk ka më shumë se 3. Edhe këto i thon teorician e njohur Brady Campbell dhe me radhë. Një është kultura e viktimizimit, që e përdore majta. Thot punëtorët po vujin, LGBT-ja po vujin, gratë po vujin. Kjo është kultura e viktimizimit, që e ka e majta. Ku do në botë? Është kultura e nderit, me thonjza. Kjo është kultura e të fortit, që unë jam i fort, unë të rra, hajde dilëm unë duel, unë të thym dysh, unë nuk më rrifem kur. Kjo është kulturë që nuk e pranon dot kur që mund të mundet. Kjo është kulturë që vlerëson në kuptimin antropologjik fjalës edhe pirjen e alkoolit, edhe lutjen e bixhosit, pra ai gangsteri që lut bixhos ai, ose ai që ka femrat e bukura. Pra kjo është kultura e nderit. Kjo mund të transmetohet edhe në politikë, që unë jam i fortë, unë të rra, me muska, me mos të njëri, mos prek njëri, unë të bëj këtë, unë të bëj atë. Edhe kjo kulturë gjendet edhe kjo kulturë politike. Ka një kulturë tjetër, kultura e dinjitetit, që e shef njeriu si qenë të krijuar nga Zoti, si qenë që ka dinjitet sepse ka dhënë Zoti dinjitetin. Dhe po ti je njëri i keq, dinjiteti ke si qenë njerëzore. Pra edhe po ti je maskara, po ti je palaço, po ti je hajdut, dinjiteti është dinjiteti i qenies njerëzore. Edhe unë nuk të shaj ty nga syri, nga veshi, nga emri, nga fare fisi, merr me këtë punë, sepse dinjiteti ose si qenë njerëzore është i dhënë nga Zoti. Tjetra, unë mendoj se identiteti forcohet përmes kundërshtive, pra kundërshtia është gjë e mirë. Nuk është gjë e keqe. Thot Roger Scrutoni, do të kemi atë lloj respekti për dinjitetin njerëzor, saqë edhe nëse njeriu është tek kundër të gjithëve, ai duhet mbrojt. Sepse mund të jetë edhe tek ai e vërteta. E kuptova. Tani e djatha zgjedh të tretën. E djatha. E majta ka ato dy të parat. Prandaj Partia Demokratike është kulturalisht parti e majt. Kulturalisht parti komplet e majt. Pse ke mbështetur ti pas ti ke 35 vjet në PD? Kjo është pyetja më e drejtë. Pse kam mbështetur tash? Unë me thon drejtën, që Partia Demokratike është parti kulturalisht e majt, unë e kam kuptuar që nga viti 2002-2003. Po deri në vitin 2003 s'kish kuptuar asgjë fare? Ja ta them, jo. Ti ishe i motivuar? Fare. Jo, kam vit 2000, jo nuk e kam kuptuar. Prandaj ke qenë berishist. Po, le ta themi po. Tani çfarë kuptova unë? Edhe pse për krah fort, edhe pse unë ende jam në Partinë Demokratike, le të themi në mënyrë. Pra unë atë do votoj, nuk diskutohet. Më fal, për kë votove? Këtë herë. Po.
Shiko, këtë herë votova për miqtë e mi, votova me emër personal, votova Plumë Seferi, shkull Mabedi, po ta them kështu të fare. Po. Kështu që Plumë Seferi. Po, Plumë Seferi, po. Ai asu bës. Pas ka rëndësi, po unë e kam mikë dhe e çmoj dhe ishte edhe kundër qeverisë. Pra unë normalisht do votoja kundër qeverisë. Mirë, megjithatë ai është i djathtë, domethënë është i PD-s, ti ke qenë brenda standardeve. Tani që ta shpjegoj pak pse kam përkrahur Partinë Demokratike, duke ditë që është parti kulturalisht e majt. E kam përkrahur sepse ka qenë e vetmja parti që ndonse është kulturalisht e majt, ndonse ka dhe komunist vetë mbrana, ka lloj njeriu mbrana vet, prodhoi një gjuhë antikomuniste. Edhe na krijonte mundësinë të flisnim si antikomunistë, na krijonte mundësinë të flisnim si konservatorë dhe si djathtë. Pra në Partinë Demokratike po folës si antikomunist, po folës si djathtë, si konservator, nuk shaj njëri. Pra vetëm kjo ishte. Kishim mundësinë që në këtë formacion politik të artikulonim siç ne mendonim se është e djathta. E kuptova. Kurse pse nuk e bën të gjë. Do kemi vetëm një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Shumë interesante biseda. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Jemi gjithnjë me Fitim Zekthi në një rrëfim me të vërtet të rrallë, për herë të parë ka treguar për jetën e vet, jetën personale, me disa detaje që me të vërtet janë shumë interesante. Ai është natyrë modeste dhe nuk se ka shumë dëshirë. Më thon drejtën, më vjen siklet se nuk duhet të flas për këto gjëra, si di se po burrë. Ai është pjesë e trashëgimisë familjare. Ato janë pjesë, sigurisht janë personale dhe familjare, sepse ka janë pjesë aty regjimi. Në Shqipëri ka ato njerëz janë përsekutuar në mënyrë shumë më të egër, janë vrarë, kanë qenë për kampën, janë varur fare, domethënë. Nuk do të thënë që është i pretimi, po nuk doja të flisë për këto gjëra sepse thashë. Jo, asun se kisha programuar. I bie sikur po erdhi pra sikur po luajm kulturën e viktimës dhe ne domosht. Jo, nuk ka lidhje. Fitim. Kishe pritshmëri që Partia Demokratike të fitonte? Këtë herë? Po. Jo, fare. Bile unë më thënë drejtë nuk kam patur as në 2021, që do të dishmë. As 2021? Jo. Se aty ishe pak u afrua shumë, po. Madje në një aleancë me LSI, nëse do ishte një aleancë fair. Po, u afrua shumë, po. Unë kam menduar gjithmonë që Partia Demokratike ka një problem serioz kulturor, këtë kam menduar gjithmonë, por ky problem kulturor është i ka koshme, do të dim diçka që shqiptarët, unë e kam bindje. Ndryshe nga që mendohet janë të majtë, nuk janë të majtë, e para njerëz nuk janë as majtë as djathtë, njerëz janë njerëz thjesht, po kulturalisht shqiptarët nuk janë një popull që duan këto vlerat ideologjike të majtës. Jo. Shqiptarët nuk duan as gjuhën e arrogancës, as gjuhën e prepotencës, as gjuhën e sharjes, as gjuhën e fytyrës. Po i gjen këta djathtë në Shqipëri apo Fitim? Jo, po njerëzit për mua njerëzit po të jenë tek e virtyshme, po të jenë tek unë mendoj që shqiptarët e duan drejtën, pavarësisht kusurit që mund të kemi ne si njerëz, e duan të mirën. Por nuk ju është ofruar kjo gjë dhe nuk është kryer ideja sikur populli është i keq dhe populli blihet dhe korruptohet, populli është i majtë, populli me radhë. Jo, populli nuk është. E para nuk është zemrat e djathtë, populli është popull. Është gjuhë e poshtë që thon populli PS, populli PD, populli djathtë, populli majtë, nuk ka popull majtë. Do të jeni kundër kësaj që thonë që populli shqiptar voton majtas. Sigurisht jam kundër. Ka një problem. E kjo është prapë kulturor. Partia Demokratike e Shqipërisë. Ka thënë Bujar Laku atë Rahmet Pas që ndrit shpirti atje, do të aktor i madh, kur ishte kandidat për deputet në 97 në Tiranë e Re, nëse të kujtohet, mori 27%. Edhe në mos këtij isha tha, do kisha marrë më shumë tha. Dakord, po unë mendoj se u kornizua gabim çështja e propozimit të elektoratit shqiptar që në vitin 92. Pse? Partia Demokratike e atyre viteve e propozoi të djathtën si partia që mbron 28 nëntorin, kundër 29 nëntorit, si partia që është kundër 5 majit, si partia që është kundër disa simbolikave të luftës partizane të Partisë Punës. Por nuk është kjo e djatha. E djatha këto i ka kategori të 100 atsajat. E djatha është të mbrosh lirinë e pranës, të mbrosh lirinë e jetës. A lufton të djathën në luftën e dytë botërore?
luftuar. Që është temë tjetër, shumë e madhe. Jo, dua mendimin tënd. Do të thënë bashkëpunuar me pushtuesit apo jo? Nuk e quaj bashkëpunim me pushtuesit, që do mendimin tim, nuk ka qenë bashkëpunim me pushtuesit. Ata u përpoqën të mos bën pjesë e luftës civile dhe në disa raste kur u sulmuan, kur u bë lufta civile, kur forcat partizane ju kthyn pushën e tyre, disa prej tyre zgjodhen të mbrohen duke bashkëpunuar me qeverinë e kohës, që ishte qeveria qoftë Mitat Frashi, qoftë Recep Travisi me radhë. Pra nuk i quaj bashkëpunëtor. Tani un kam dhe një pyetje që po ja bëj njeriu të duhur. Sepse të djathët që nga 44 e këtej kanë bërë gjithmonë fajtor të majtët. Ata janë që ne s'jemi në pushtet. Tani e pranon këtë Fitim Zekthi që të djathët e braktisën Shqipërinë 44 dhe ja lanë terrenin bosh? Po, kanë një përgjegjësi, jam dakord. Pra, këtë e pranoj unë, që kanë një përgjegjësi. Të që ishin Verogjën 44 tani, ata ishin më të arsimuar. Ishin të pasur. 44 është pak vonë, po 43 ata ishin më të organizuar, më të armatosur dhe më të shumë të numër forcat nacionaliste. Por forcat nacionaliste nuk kishin atë lloj sublimimi për pushtetin e nesërmë dhe nuk donin të hynin në luftë civile me partizanët dhe kështu që atë punë gradualisht e lanë dhe shiko, po ta shohim historinë tamam fare ne, edhe nuk duhet i idealizojmë ata sikur kanë qenë patriotë më të gjitha, ka patur brenda atyre formacioneve. Mirë, po flasim për Mitat Frashin. Ai ka qenë një patriot. Ka qenë një burrë jashtëzakonshëm, por ai iku sepse e qenë me Vlora iku. Sepse situata u bë mbyt. Me Dim Frashi iku. Roland, në vitin 1944, në fund të 44-s dhe fillim të 45-s, për forcat nacionaliste u bë pamundur qendrimi i Shqipërisë, sepse forcat partizane e kishin fituar davane. Bën mirë që ikën? Do ekzekutoheshin, nuk mund të bënin dot gjë. Po të rrinin. Nuk mund të organizoheshin? Në atë moment jo më. Ata do duhej që në vitin 43 ose edhe më herët. Të dëshmoheshin që janë faktorët themelor të rezistencës. Këtu bie dakord. Pra duhet të dëshmohen që janë faktorët themelor të rezistencës dhe aleatët anglo-amerikan të mund të shikonin këta si faktorët kryesorë të mirë arsimuar, të pasur. Mi po këta patën një lloj pasiviteti. Patën një lloj stepjeje edhe forca partizane, edhe me shumë çka tjetër nuk ka rëndësi, u panë si forca kryesore rezistencës antinaziste nga aleatët. A është përsëritur fuqia politike e të djathtë pikërisht në këto momente me 4 mandate në opozitë? Pse më duket mua Fitim sikur është e njëjta gjë, sigurimin 44, por sigurisht në një periudhë, në një epokë tjetër, moderne, nuk ka lidhje kjo me vendosjen e komunizmit. Mos ta ekstremizojmë. Po 4 mandate në opozitë? Ashtu i bie, domethënë, që është një situatë shumë e rëndë e djathës. Kjo tregon në radhë parë që kjo e djathë, e para nuk është e djathë, e dyta ka dalë nga të qenit alternativë qeverisëse. Shiko, ose është depolitizuar. Çfarë thotë depolitizuar? Partia Demokratike sot është depolitizuar sepse ajo nuk i fiton dot zgjedhjet. Duke qenë se nuk i fiton dot zgjedhjet, nuk marr më as llogari ndaj votuesit vet. A thotë ka fajin PS? Po gjeni mënyrë të tillë. Pra nuk jep dot llogari për rezultatin. Kjo është problem se edhe PS nuk i humb dot. Edhe ajo nuk jep dot llogari para zgjedhjes, sepse ai ka fituar, nuk i humb dot zgjedhjet. Fituesi nuk Rama nuk mund të humbë, Berisha nuk mund të fitojë. Në këtë pikë jemi sot në Shqipëri. Kemi qenë me kohë, por mas 2021 u bë qartë. Unë mendoj që edhe me zotin Basha ne kemi vujt këtë lloj problemi strukturor ideologjik të Partisë Demokratike, pra kulturor. Partia Demokratike e Shqipërisë duhet të dalë nga mendësia e viteve 91, 95, 96. Nuk ka diskutim. Si nuk vendoi Lulzim Basha një politikan i ri, këto janë dobësitë e Lulzim Basha dhe Lulzim Basha besoj e ka mbyll kapitullin e karrierës vet politike. Ku është tani? Nuk e kam ide, nuk e di. Ka ikur në Holland? Se di, nuk e di. Nuk e kontakt. Ja, nuk është. Shiko, është krijuar një përshtypje gabuar në Shqipëri se kur unë kam qenë në një njerëz afër të Lulzim Bashës, unë kam qenë një demokrat shumë i vendosur, edhe mbetem një demokrat shumë i vendosur që kam pati bashkëpunim me zotin Lulzim Basha kur ka qenë kryetar i Partisë Demokratike, kam qenë antar kryesor, kam kandiduar për deputet, po jo se. Cili është vendi në histori i Sali Berishës? Shiko, ai në momentin e parë është njeriu që udhëhoqi, le të themi, me tjerë, po vetë kishte forcën kryesore të Partisë parë opozitare. Kjo nuk diskutohet. Pra, kryetari i Partisë parë opozitare në Shqipëri pas kryetari i parë ishte Azem Hajdari, po kryetari i dytë. Azem Hajdari është kryetari i Komisionit Nismëtar. Po, ai quhet kryetari i parë, nëse do bëjmë historikun, ai ishte i partisë, Komisioni Nismëtar. Partia kryetari i Partisë Demokratike, ta themi në një farë mënyrë, domosdoshmë, shiko, se Berisha çoi zgjedhje, drejtoi fushatën e Nëthinjishit të ose për ta bërë fjalë ndoshta. Azem Hajdari ka vlera të tjera. Lideri i lëvizjes. Është lideri i Partisë parë politike opozitare në Shqipëri dhe është ai që drejtoi fushatën e Nëthinjishit, fushatën e 92-shit dhe ai që, si më thon, për herë parë, pas 47 viteve, rrëzoi nga pushteti Partinë e Punës së Shqipërisë. Domethënë,
rrëzoi ai. Ka shumë faktorë, nuk mund diskutohet kjo gjë, po ishte drejtues. Ishte në krye kësaj gjëje. Kjo është merit e rëndësishme. Sigurisht që mendoj që pati një lloj idealizmi në vitet e para që nuk u materializua dot mirë sepse thash herë Partia Demokratike e kuptoi politikën pak a shumë siç e kuptonte Partia e Punës politikën. Partia Demokratike e kuptoi siç e kuptonte Partia e Punës politikën, po. Ua, shumë e rëndë kjo. Nuk është e rëndë, është fakt. Është fakt. Po, qeverisi në ka që shgënjëri efektiv Zefti? Po, sepse nuk u fokusua tek ato që janë vlerat themelore të djathtas. Liria e individit, liria e pronës, lirit fetare, lirit politike. Shiko, Roland, e djatha ka 3 kolona. Nuk ka për te kësaj. Liri ekonomike, pra gare lirë, biznesi lirë, njerëz gëzojnë pronën e vet. Liri politike, garojmë dhe zgjedhemi lirisht, nuk ka imponim politik tani, nuk ka më manipulime, nuk ka më shantazhe, rrahje, vrasje, gjithë garojnë lirisht. Edhe liri fetare. Të gjithë kanë të drejtë të ndjekin besimet siç ata e mendojnë. E treta po themi u realizua, e para dhe e dyta, pra lirit ekonomike dhe lirit politike. Gjatë qeverisë Partisë Demokratike nuk u kuptuan siç duhet kuptohen ai forcë djathtë. Ka dhe gjë tjetër. Po? Formulimi i djathtë është ky. Lirit ekonomike, lirit politike dhe lirit fetare janë të pandara. Po u prek njëra, janë prekur të treja, sepse ato nuk mund të ndahen. Lidhur, si janë komunikim. Janë absolutisht po. Që s'di ke prek lirin politike, ti ke prekur dhe lirin ekonomike dhe lirin fetare. Dhe ana sjellta secilin prej lirive. Kjo është e djatha, kaq është e djatha. Të tjera të janë derivate. Tani, kurse e djatha u mor me ti je komunist, ti je antikomunist. 5 maj, 3 maj, 2 maj dhe nuk u bë ku lustracioni. Sepse komunizmi nuk luftohet duke luftuar komunistët tek e tek, duke luftuar në mënyrë sistemike krimet dhe pasojat e krimeve të komunizmit. Tani duke bërë këto. Kjo nuk u bë asnjëherë. Apo edhe sot nëse kemi një ligj, besoj ke marr akuza shumë. Këto mendimet mia pak a shumë nga qenë të njohura në Partinë Demokratike. Unë nuk është se kam qenë figurë e madhe në Partinë Demokratike, kuptoj më. Vonë kam qenë pak koha i vit 2 antar i kryesisë Partisë Demokratike, kur ishte pa luftë. Mirë, më shumë kontributi yt është publik si analist, por që mbështet Partinë Demokratike. Pak a shumë po. Ky është formati ose profili juaj. Por keni marr akuza, kritika nga i proj psiqik njëra aty në Facebook. Patjetër, dhe ka qenë një zhgënjim sepse je mërzitur? Po, unë kam një lloj ndihmëri ndaj këtyre gjëra, sigurisht unë e di shumë mirë që unë jam askushi. Në botë budallëjt dhe turmat kanë sharë profetët jam unë. Unë kush jam unë, kupton? Pra turmat kanë qenë në kryq profetë, kanë përzon Muhamedit nga Meka, nuk është se unë jam askushi. Por duke qenë se ka ardhur edhe nga njerëz që kemi qenë, po themi, në një familje politike. Ka ardhur nga njerëz me emra. Edhe ka ardhur nga njerëz që ne kemi qenë bashkë, nga njerëz që realisht në Partinë Demokratike kanë qenë të privilegjuar sepse kanë qenë doganjerë, kanë vjedh paratë e shtetit, kanë qenë për hipoteka, kanë qenë për detyra funksionale, vinë nga familje komuniste. Edhe këta njerëz të më tregojnë mua të djathtë në Partinë Demokratike është pak problem domethënë, pak shqetësuese ose pak të krijojnë një lloj problemi. Unë nuk kam dashur të hyj personale se dhe mund të hyja, si thoshë, por nuk e kam në natyrën time që të merrem me këto gjëra. Unë lutem personale nuk e bëj as me Eduard Çalcin, me Pandeli Majkon, me Dram, unë dhe aty nuk e them që jeni maskaranit e Delengji dhe Hajdut dhe sepse jo, se themi që jemi djathtë, jemi konservator, nuk e ka djatha në këtë gjë, nuk e në asnjë ind dhe qelisë të djathës nuk ekziston gjuha anihiluese, shantazhuese, linçuese ndaj kundërshtarit. Përkundrazi, e djatha vjen nga besimi në Zot. Aty ka rrënjë. Je takuar me Alfred Lelën pas në rrugë tani kur po vija. Ballaj, për Zotin po. Jeni takuar? Patjetër, shiko. E keni kaluar atë? Ka një incident që nuk duhet ndodhte, me thënë drejtë. Kërkoj falje? Unë bëra teprim të vogël, ai bëri teprim tjetër dhe kështu që e keni mbyllur. Po, nuk diskutoj fare. Tani vinte kampi i Majt. Për fat të takuan rrugë vërtet. Po bëni pak humor. Vinte kampi i Majt. Unë e di që ju keni shumë kritika për Partinë Socialiste për zotin Rama, por unë do bëj një pyetje tjetër. Po. Çfarë vlerësoni Edi Ramës e Partinë Socialiste? Shiko, unë nëse flasim, a është ai një politikan që i bën mirë Shqipërisë, i bën shumë keq Shqipërisë. Por çfarë vlerësoj unë? Që shumë e keq për Shqipërinë, po është e mirë në kuptimin e një njeriu që synon suksesin politik. Ai është njeriu jashtëzakonisht sistematik. Rama punon me bisturi. Ka një kujdes ekstrem ndaj të bërit politik, nuk është kaotik, në asnjë milimetër të vetin, adreson në funksion të interesit vetë politik çdo lloj gjëje që mund ta dëmtojë. Pra, shkurt më është sistemik dhe jashtëzakonisht i organizuar. Unë do të kthem sërish Ramës, po kemi një deklaratë të zotit Berisha që nuk dua që të më shpëtoj, po e lexoj.
ka qenë i thirrur në SPAK sot. Për 40 minuta në SPAK ka qenë zoti Berisha nga prokurori Elvin Gogaj, mbi kallëzimin që gjyqtarja Elena Gjoka ka bërë përshpifje për zotin Berisha dhe vajzën e tij Argita Maltezi, pas akuzave se ka marrë shfet për 500.000 euro nga një eksponent i Partisë Socialiste. Berisha u fut në ambientet e SPAK-ut rreth orës 10:10 dhe nga aty sulmoi duke quajtur një institucion që bashkëpunon me krimin. Pas daljes nga prokuroria e posaçme rreth orës 10:50, ish-kryeministri nisi sulmin ndaj gjyqtares posaçme Elena Gjoka, e cila ka qenë dhe gjyqtarja e timit paraprak që ka vendosur masat e sigurisë ndaj tij dhe dhëndrit Maltezi. Cili është komenti juaj për këto sulme që zoti Berisha nuk lë fare hapësirë? Tash kjo është gjëja kryesore me të cilën unë nuk pajtohem me diskurin zyrtar të Partisë Demokratike dhe me diskurin e Sali Berishës. Unë nuk e pranoj këtë lloj gjuhë, nuk kam çfarë them fare, bile u shqetësova sepse pash me titra dikujt Sali Berisha thotë që nuk e kam akuzuar se ka marrë $500.000, pa e kam pyetur ai ke marrë apo jo dhe ke folur në telefon, kuptimi që pra nuk është një akuzë. Tani këto janë më bete kotash, nëse e pyet tjetrin për këto gjëra, ti patjetër që e ke akuzuar atë. Kështu në këtë kuptim domethënë kjo është një gjuhë e përpunshme. Kjo është arsye pse kjo lloj kulture që prodhon këtë gjuhë është arsye pse Partia Demokratike është në këtë gjendje. Ju e lidhni edhe me qëndrimin e Partisë Demokratike dhe zot Berisha ndaj SPAK-ut dhe institucioneve të tjera të drejtësisë? Ato janë gjitha paralel. Nëse Partia Demokratike do nëshonte kulturalisht, do ishte edhe pro SPAK-ut, do fitonte edhe zgjedhjet. Po që të nëshonte kulturalisht, duhet nëshoj gjithë narrativa, gjithë diskurit. Jo, prit, do të thënë, ju po thoni që nëse Partia Demokratike do ishte pro institucioneve të drejtësisë dhe SPAK-ut, do fitonte zgjedhjet? Padyshim, po sepse ajo të prodhonte edhe një lloj ndryshimi në Partinë Demokratike, sepse nëse ti përkras SPAK-un, do thotë që ti ke bërë ndryshim 360 gradë mbrana vetes. Apo jo, ke hyrë në një fazë komplet tjetër politike. Edhe ekipi, edhe gjuha, dhe programi politik do jenë komplet gjë tjetër. Tani te zoti Rama ju thatë që do të qeni sistematik. Po, gjëja i organizuar është jashtëzakonisht sistematik, jashtëzakonisht organizuar, punon me bistori, merret me gjithçka me detaje, edhe me kategoritë e votuesve. Pensionistët, të rinjt, studentët, gratë, vajzat, ku diun. E ke takuar ndonjë zoti Rama? Jo, kam qenë në një studio i Shkëmbyer, nuk e kam takuar, por të them një gjë, po e them personale. Po. Kam një zgënjim, le të themi, pozitiv në një farë mënyre. Unë kam patur shumë frikë zotin Rama, në kuptimin që ky njeri profeson një vlerë politike ose mendim politik ultraliberal dhe shumë të keq për pikpamjet e mia dhe do ta bëj Shqipërinë një vend të tmerrshëm dhe mirë po me shkak të propagandës do popullit do jetë vështirë ta mundim. Këtë mendim e kam patur në vitin 1998 kur ai bëri refleksionet me të ndjerën Erdan Klosi. Jam shqetësuar shumë, por shumë fare kur e kam dëgjuar. Refleksionet në Thënjishin. Në Thënjishin, me Erdan Klosin edhe në 10 fare. Apo u botuni kam lexuar ato më vonë, i kam lexuar kur kam qenë student ato dhe jam shqetësuar shumë nga ato pikpamja dhe kam thënë jo, inshallah ky njeri nuk vjen herë në pushtet. Sepse do jetë shumë kanë atëherë? Po. Edhe kam patur një lloj kështu fobie ndaj zotit Rama, u bë ministër kulture, e kam parë me shumë rësi, u bë kryetar bashkie në vitin 2000, gjithmonë mirë, po sot nuk e kam më këtë, sepse e para punës mendoj që populli nuk e do më. Pra nuk është gjëja e parë ka ndodhur. Populli e do se populli ka votuar. Nëse, po më them, kur populli e do e ka votuar sepse kundërshtarët janë më dobët, po me kundërshtar të mirë populli kur fiton, dakor. Por kam patur frikë që po e ke pasur frikë, je i pari njeri që e thua publikisht që kam pas frikë Rama. Po, sepse thosha do rri, nuk do shkulet, edhe do e doj popullin, sepse do ta parashikuar. Sepse do ta bëj popullin si vetë e vet. Këtë frikë kam pasur. Pra do na bëj. Prit tani se pra do na bëj Shqipërinë ultraliberale. Më trullose këtu tani. Do të thënë ti ke pasur frikë se Edi Rama do bënte popullin për vete dhe populli do bëhej si Edi Rama? Po në një farë mënyre. E kam pasur frikë, sepse unë mendoj që Rama ishte një ultraliberal që do promovonte vlerat më të këqija të mundshme kulturore njerëzore. Po pas ka shkar populli po se. Por mendoj që sipas te, jo, mendoj që vitet kanë bërë gjëra vetë Rama, mendoj nuk është ai që ka qenë atyre viteve të refleksione, dhe është një Ram komplet tjetër, sigurisht kanë kaluar 40 vite gati. Edhe dua të vlerësoj tek Rama, dua ta them të gjë dhe publikisht të më shaj kushdo. Parasysh që Rama mund të jetë njëri, më thoni sa shumë i keq, i poshtër, më i llahtar që bëhet po doni juve. Ai sa i përket qëndrimit ndaj lirisë fetare ka qenë shumë korrekt, me të gjitha liritë e besimit, me të gjitha aspektet dhe me të gjitha besimet, edhe unë për këtë gjë e çmoj pavarësisht ai mund ta bëj për interesa politike, nuk i hyj fare, nuk gjykoj zemrat e njerëzve. Po s'besoj ta bëj për interesa politike. Pra, kjo është një gjë sepse unë kam pasur frikë që ai njeri ka menduar unë dikur, po do bëj 90 zeza që ta shkatroj fare fen dhe lirinë e besimit në Shqipëri, ai nuk e ka bërë këtë gjë. Kjo ka qenë frika ime pra.
E para dhe e dyta. Dini ju që Njida është i vetë, po. Edhe e dyta, ka patur frikë ai do shtoj përpara me shumë forcë agjentën LGBT, unë kam qenë njëri i angazhuar. Jo kundër, se nuk do të them kështu, por kam përkthyer libra për ta studiuar, ta njohur dhe jam i konservator dhe jam munduar të flas që këto janë gjëra shumë të tjera për Shqipërinë, kudo që të jetë në botë, jo vetëm për ne. Dhe kam pas frikë Rama të dëshiroj para, por Rama për fat der zoti që nuk e ka bërë të gjë, por ose Rama në një mënyrë është sjell si konservator në mënyrë. Kjo e lirisë fetare, Rama... Pra në këtë aspekt unë kam vlerësim për mënyrën se Rama është i vetmi nga 33 kryeministrat që është katolik i pagzuar. Po, dakord, po në ato vite kur unë kam lexuar refleksionet, ai unë nuk e di që nuk e shfaq. Shiko, edhe unë kam patur këtë mendim. Sepse traditën ai e kishte edhe ortodokse, edhe musliman. Jo, po edhe mënyra si jeton dhe me sjellje. Shiko, kisha edhe në kokën ato, po themi, zhurmat e kohës. Bëhet vitet 90, unë isha student, ose sa u bëra ministri kulture, isha indikuar nga fakti që po na vjen dikush që do na prish Shqipërinë, shkurt muhabeti. Pra nuk është i djathtë, jo vetëm që është i majt, por është ultraliberal, është kështu, se fakti edhe ishte. Edhe mënyra si erdhi, gjëra si veshja, sjellja, ku diun, ka patur kështu çapet e kuqe. Po unë mendoja këtë gjë që populli do e doj shumë, sepse ky është popull që vjen nga komunizmi, mendoja unë trushpar, që në fakt populli është popull i mirë, dhe kam lëshuar dhe unë, si më thënë vetë mendimet e mia për këto gjëra. Edhe sot them që Rama është njëri me mendësi totalitare, po qeverisë në mënyrë dramatikisht keqe Shqipërinë, shumë keqe, tmerrsisht keqe, por është shumë sistemik në mënyrën si bë politikë dhe kjo i jep avantazh atij personalisht, por jo Shqipërisë, por Shqipëria ka një gjë të vogël nga Rama, në gjykimin tim, që ai të paktën të kolonën liria fetare dhe çështjen e agjencës LGBT nuk është më parë liria fetare po i mbron. Në këtë sens kam një lloj. Si u përgjigjesh atyre që thonë që është faj popullit, dhe prek pak më lart, po është faj popullit dhe kjo më kujton atë teorinë e Bertolt Brechtit, i cili thotë të ndrojmë popullin. Domethënë në Partinë Demokratike sot ka disa eksponent, besoj këtë dëgjuar, që thonë që fajtor që Rama është tani në pushtet, është masa e madhe e popullit që voton atë për interes. E këtë dëgjuar? Kjo është gjëja më e pamoralshme, ose e papranueshme është fjalë e vogël. Të fajsosh popullin, të thuash që populli është i keq prandaj po fiton Rama, është e pamoralshme. E para populli është në punë vet, është në hallet e veta, me zi jeton, me zi punon, man familjet, man shtëpinë, shko atje, shko këtu, emigron, vjen ikën ku diun, edhe ditën zgjidhet shkon e voton, edhe ti nuk ke asnjë drejt. Është e pamoralshme të thuash që ky e ka fajin. E para, e dyta, kjo dëshmon edhe pafuqinë totale tënde për pranuar një përgjegjësi. Ky është mekanizëm defensiv freudian mbrojtës që e përdor ti për të mos pranuar përgjegjësitë tuaja. Njihet si mekanizëm defensiv fajsimi tjetrit ose projektimi i fajit tek tjetri. Pra, popullin mund ta kritikojë një sociolog, mund ta kritikojë një hoxh, mund ta kritikojë një prift, por kur një politikan. Kur një politikan. Edhe një gazetar mund ta kritikojë popullin. Ndoshta thotë që populli nuk po merr vendimin e duhur, një politikan kur. Si ka votuar populli shqiptar? Ka votuar drejt në këto 11 zgjedhje? Po, për mua po. Në këto 11 zgjedhje ka votuar drejt gjithmonë. Gjithmonë. Po. Populli nuk unë hyj tek ata që nuk mendoj që populli ka gabuar. Popullit mund gabojnë, por në këtë vit populli nuk besoj. Popullit kanë gabuar, po jo populli jonë në këtë rast. Thash herë, popullit mund të bien moralisht, mund të rënohen, mund të shkatërrohen, popullit kanë zgjedhur dhe Gomorrën. Populli është ai që zgjodhi Gomorrën. Nuk janë shqiptarët në të gjendje. Populli është ai që kryqëzoi Isain ose Krishtin. Populli është ai që përzori Muhamedit, që Rana dhe populli. Jezu Krishti po të jeton në Shqipëri do kryqëzoj, bërej pyetje jashtë komplet skenare. Jo, më mundon mua kjo pyetje, edhe unë kështu. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk janë popull i keq shqiptar, janë popull i mirë. Kur nuk do ta kishin kryqëzuar? Shqiptarët nuk janë popull i keq. Shqiptarët janë popull i mirë dhe edhe i dhëmshur. Kanë probleme se vinë nga situata vështira, po. Çfarë pritshmërie kanë në këto 4 vite të qeverisjes së zotit Rama? Me thënë të drejtën, kam vetëm një shpresë që reforma në drejtësi dhe SPAK-u do shërbejë si një lloj motori që qeverinë ta mbajë pak të trembur në frikë, edhe të mund ta atë vektorin e politikës vendit tonë të mund ta orientojë sa do pak. Nuk kam shpresë tjetër. Sepse thashë Shqipëria është situatë të depolitizuar. Qeveria dhe kryeministri Rama nuk mund të humbi zgjedhjet dhe Partia Demokratike nuk mund të fitojë zgjedhjet. Në këto kushte, secila prej palëve nuk jep llogari, sepse politika në fund fare është llogaridhënie. A jep ti llogari për ato që bën apo jo? Se ti edhe si studius dhe unë këtë pyetje bëj shpesh, po je njeriu më kompetent për nga kozgjatja e renditjes së kryeministrave,
Ne kemi këtë Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet, në fakt 16 se mori dhe mandatin e 4. Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Një nga njerëzit kompetent që mund të japi përgjigje kësaj renditje, sepse kjo do të thënë shumë. Kryeministri Rama, dhe ta them unë toll fare këtë më bëhet se mendoj unë domethënë. Kryeministri Rama ka përdorur fuqinë e madhe elektorale të Partisë Socialiste, ka arritur që me mënyrën e vet jashtëzakonisht sistematike të punuarit, këtë fuqi ta bëj të mundur që të jap fitore në zgjedhje më shumë se sa që dha Nanos dhe Metës apo të tjerëve. Pra, fuqinë e posaçërisht, fuqi shumë e madhe elektorale në Shqipëri, ky i ka shtuar edhe të punuarit e vetë në mënyrë shumë sistematike. Shko, kryeministri Rama është njëri që ka sjellë konsulent huaj që në vitin 2000, është njëri që punon me sondazhe edhe me pollstera në mënyrë permanente të vazhdueshme, është njëri që orkestron dhe dirigon. Por PD i thot njëri këto? Disa i din, disa nuk i din atë, po PD-ja nuk merret. Sepse kur PD-ja është parti që kur ti bëni betejë, ti do njohësh kundërshtarin. Shiko, unë këto gjëra. Dhe kjo që thua ti, këto janë të sakta. Roland, unë këto gjëra kur kam patur mundësi, kam biseduar me zotin Luzin Basha disa herë, por kam vënë re që ai vlerësonte si gjëra, po nuk është se punonte që ti rregullonte. Ndoshta ishte edhe pamundur, nuk di çfarë të them, po sepse Partia Demokratike është ka problem kulturor. Është ka problem kulturor, pikë mohabeti. Duhet ndryshoj kulturalisht. Këto janë detaje pastaj. Pra Rama përdor këtë lloj fuqie të ndryshojë se ka thënë në atë klubit të ndryshohet, truni ndryshohet vetëm me arsimim o fitim tani. Shiko, është e mundshme, shiko. Ai ka folur për trunin e popullit, dakord jam po. Po pra, edhe populli PD-s po them. Ja, një parti, po shiko, po të ndryshoj 2-3 mijë veta PD. Pra, kryesia, këshilli kombëtar, komandi kombëtar. Ata, mi pa, ata 2-3 mijë veta që janë lidha partisë, ata nuk janë. Do të thënë nga gjithë ta vetëm Edi Rama përmendë. Për mua, thash dhe herë, Rama ka arritur që me anë të asaj lloj mënyre të punuarit shumë sistematike dhe shumë profesionale. Për mua është gjë të përfshirë keq sepse i jep pushtet njeriu që e qeverisë Shqipërinë, por ai nga pamja e mënyrës si më politikën për të marrë pushtetin është politikani më, shiko, nuk e kuqëlloj në një bisedë, në një debat dhe thashë Nano ishte njëri gjys kaotik, jo sistemik, jo i përkushtuar në dhe jo i përqendruar me bisturinë dorë në punë, edhe prandaj rakollaj nga pushteti. Rama është komplet i gjë tjetër. Është komplet i gjë tjetër. Është komplet i gjë tjetër. Shumë drejt, shumë saktë. Kështu që Partia Demokratike duhet bëjë këto llogari. Partia Demokratike në Shqipëri, se ka dhe një gjë që prap duhet kuptoj që është çështje kulturore. E Majta, pse është Partia Socialiste një parti me një bazë të madhe elektorale në Shqipëri, sepse e Majta është përkatësi ideologjikisht. Pra unë i përkas të Majtës, pra nëse do isha i Majtën, pra është e imja, si tha e gruaja mbret atëherë. Ora mos zini tha, nuk duhet, se ne pra jemi tonët. Kurse e djatha nuk është përkatësi, e djatha është zgjedhje. Kështu është që në ditën e parë kur shkruaj djatha që në kohën e revolucionit francez. Pra njerëzit zgjedhin të jenë djathtë, pra zgjedhin të mirën përballë të keqes. Po që e keqja djatha, zvi fare më vëlla, rrin në shtëpi ose votoj edhe kundër. I Majti nuk voton kundër partisë vet. Pra kjo është edhe Rama ka kapitalizuar mbi këtë lloj baze solide, i ka shtuar kësaj baze solide dhe të punuar vetëm në mënyrë shumë sistematike. Këtu që më japë këtë temën e qendruar gjatë, do të them diçka domethënë. Po. Po të bësh një kërkim, që edhe ju mund ta bëni, kushdo mund ta bëjë, ju po se jeni i sprovuar në kërkimet e natyre, cilët janë liderët më e gjatë sot në botë, pra që janë kryetar qeverie ose kryetar opozite, janë Museveni i Eritreas, Paul Biya i Kamerunit, edhe lideri Guineas së Re dhe pastaj vjen Sali Berisha. Rama vjen i 7-8. Çfarë tregon kjo gjë? Sa bukur, sepse un kam bërë një studim për kozgjatjen e kryeministrave dhe një në Afrikë se më mend emrin tani që kishte Paul Biya i Kamerunit do të jetë, ka 40 vite. Ndoshta. Do në këtë po, edhe një herë, ti thua për këta që janë aktualisht? Janë gjallë sot janë nëpër në botë. Janë detyrë. Edhe një herë, mi thu dhe një herë, se shumë interesant. Museveni, Paul Biya. Jo, një sekond. Museveni kujt? I Eritreas. Eritrea, prapë në Afrikë. Po? Paul Biya i Kamerunit dhe Kameruni po në Afrikë dhe lideri i Guineas jo se nuk e më mendoj emrin, pra edhe pastaj vjen Sali Berisha. Po mirë, këta janë akoma në pushtet, janë kryeministra? Këta janë kryeministra, por po pse e krahason me Saliu, se Saliu s'është kryeminist? Se Saliu është kryetar opozite. Pra nuk ka lider tjetër në botë politik që të ketë 35 vite. Do të ata kanë 40, po të tjerë sa? Berisha ka 35. Në formë nëse lideri i opozitës. Do të Berisha është i katërti lider në botë që është akoma aktiv. Rama vjen i 7-8, se Rama tani u bën nga 98 deri tani u bën Rama 27 vite. Në 98. Çfarë tregon kjo gjë? Po. Parimisht në shkenca politike thuhet që të rrish gjatë në pushtet në një vend
shumë demokratik, je politikan i mrekullueshëm. Të rrish gjatë në pushtet. Në një vend jo demokratik, je politikan shumë i keq. Se voton populli, si vetë? Më dakord tash se populli ne jemi sistem demokratik. Varet çfarë sistemi ndërton. Ne jemi demokraci me probleme. Nuk jemi demokraci e mirëfillt. Kemi problemet tona. Unë nuk them që jemi vend diktatur, as i vend totalitar, por ka probleme me funksionimin e demokracisë dhe çfarë ndodh tani? Kjo na çon një pikë tjetër ne, që ne kemi dy parti, të cilat trodhëzi janë alternuar me njëra tjetrën, që janë shumë të mëdha. Shqipëria është vetëm vend në Europë dhe në botë po doni juve, që ka dy parti shumë të mëdha. Nuk ka në Europë asnjë vend me dy parti shumë të mëdha. Gjitha partitë në Europë janë ose gjitha vendet ka parti fragmentarizuar atë të Po them se Polonia, Hungaria, Çekia, Slovakia, Rumania, Bullgaria, Maqedonia, Kosova, Malizi, Kroacia, po as diskutohet fare. Vetëm partia fuqishme, partia e madhe në Europën Lindore. Por dhe ajo nuk ka 30 vite. Në Shqipëri kemi dy parti shumë të mëdha që nga 91-shi. Edhe këto janë alternuar, po çfarë ka ndodhur? Këto kanë dhe të dyja lidera shumë kohë gjatë. Pra, jo se në Poloni, në Hungari, në Rumani, në Bullgari, ato Zhelevi, Zhelevi, Petr Romani, Jon Ildjesku, Haveli, Franjo Tuđman janë harruar me kohë ata. Pra ne kemi pa ata dhe atje kanë kaluar nga 7-8 breza të tjerë. Këtu dy parti, dy lidera kanë krijuar të njëjtën bazë ekonomike, të njëjtën bazë mediatike, edhe është bërë gati një sistem i mbyllur. Pra ne shumë e vështirë që të ndrohet. Fitim, kam një pyetje për marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si ka mundësi që Partia Demokratike arriti deri këtu sa të bënte një piruet të çuditshme? Nga teoria sovraniste, që ne pyesim voton populli shqiptar dhe në sharje për ambasadorin Yurikim guvernatorja, fakt zot Berisha ka përdorur për të dyja zonja, edhe për Marizalinon. Guvernatorja ka thënë për Marizalinon dhe për Yurikim në feshtatën. Madje është djegur dhe flamuri amerikan te Selie PD-s, besoj duhet të kesh qenë aty. Dhe tani Amerika shpëtimtari e tjetër. Tani këto pirueta, sepse un kam bërë studime këtë dhe un e njoh dhe atë tipologjinë jo vetëm të shqiptarëve në raport me Amerikën, po edhe të shtetit amerikan. Tani çfarë ka ndodhur aty? Ore, ka ndonjëherë aty që i shkundet ore? Si mund të shahet Amerika? Amerika dhe mund të shahet, por njëri ma qëndrime konsistente. Të shahet? Edhe koherente. Po, ka dhe gjëra për të shahet. Amerika nuk është diçka e zbritur për qiellit, por për ne shqiptarët, amerikanët janë... Se unë kam të qartë dhe besoj që biem dakord bashkë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendi i cili ka garantuar dhe na garanton ende në pavarësinë. Po se mos në vitet 1918 në konferencën e Parisit, ajo është ato 14 pikat e Wilsonit, pa ato 14 pika ne nuk do ekzistonin. Pra, ju e dini shumë mirë, George Clemenceau, Lloyd George dhe kryesi italian e kishin rënë dakord që Greqia do merr pjesën e vet, se bie pjesën e vet, Italia pjesën e vet dhe këtu s'do kishte Shqipëri. Ose do kishte Shqipëri. Toni Venizelos. Ose do kishte Shqipëri të vogël nga Durrësi në Tiranë, në Lushnjë, në Besak. Një Monaco aty. Pra është SBA-ja vendi që ka bërë gjë. Veç sa SBA-ja është vendi që ka bërë parasinë e Kosovës. Apo jo, është vendi që na futur NATO. Ne jemi se desh na tha. Ashtu, kjo nuk diskutohet fare, edhe ne do të jemi mirënjohës për jetë atij vendi, sepse ekzistojmë për shkak të atyre. Po kur them që ata nuk ka zbërë që ka gjëra që mund të kritikojnë, ata mund të kritikojnë, për shembull, ajo që ndodh në Gaza, po themi ka tash për shembull. Tani të kritikojnë, por Partia Demokratike e Shqipërisë, çfarë Partia Demokratike e Shqipërisë? Kjo është shahen. Ashtu, Partia Demokratike e Shqipërisë ka këtë problem dramatik. Që i mban qëndrimet në funksion të interesit personal të elitës së saj politike. Po, interesi i elitës, ai që është sot nuk është nesër. Atëherë në varësi të interesit, në shodë qëndrimi edhe që partia është inkoherente dhe është inkonsistente. Inkoherenca dhe inkonsistenca me përkufizim janë dëshmi e problemeve morale që ka një organizim i caktuar politik, ose edhe një individ. Pra, kështu që Partia Demokratike bëhet sovraniste, bëhet antisovraniste. Partia Demokratike bëhet liberale, kjo është problemi kryesor. Partia Demokratike pra ne thonë nuk është e djathtë. Partia Demokratike kur i duhet është liberale, kur i duhet është konservatore, kur i duhet është socialdemokrate. Se bërin partitive të djathtë më burive. Nuk kam kapacitet, nuk jam i zoti për të bërë një parti. Nuk drejtoj të bëj parti. Po jo nuk e bëj dot vërtet, s'ka lidhje. Njerëzit e mirë janë modest. Njerëzit modest janë të mirë. Është sigurt që nuk e bëj dot. Nuk drejtoj dot një parti politike. Po mirë mund të drejtosh vetë. Mund bëj kaq gjë si një pedagog i zakonshëm shkenca politike. Dhe një pyetje brenda të marrëdhënieve SBA-s, ore, si ka mundsi ka 2 vjet Amerika nuk ka ambasador këtu. Dhe ajo deklarata e fundit e përfaqësuesve të Rikerit, Filip Riker, që ne nuk kemi të njëjtën interes për Ballkanin dhe për Evropën lindore. A je dakord me këtë që Amerika ka ulur interesin për Shqipërinë? Nuk them për Shqipërinë konkretisht, po sigurisht që jo, ne flasim për veten tonë. Po duke rënë
impenjimi amerikan për gjithë Europën edhe për në Karan, kjo nuk mund diskutohet fare. Kjo mund që sot ne nuk jemi më ata që ishim deri dje për SBA-n. Edhe nuk është se e kanë me ne. Është qëndrimi i SBA-s. Se kanë me ne, je i sigurt? Padyshim jam i sigurt, jam shumë i sigurt. Pra, qeveria e re amerikane e ardhur në detyrë 20 janar të këtij viti ka një politikë ndërkombëtare komplet tjetër. Është një politikë domethënë antiglobaliste, le ta themi në farë mënyrë, kundër organizimeve dhe organizatave ndërkombëtare siç kanë qenë deri dje. Kërkon që Europa të jetë më e fortë vetë, marrë më shumë masa vetë. Si më thonë, ka një... Kjo na bën mirë neve apo keq? Jo, nuk na bën mirë. Ne pakën si shqiptar, e kemi jetike praninë e madhe të SBA-s në Europë. Një SBA shumë e fuqishme në Europë, është një garanci më shumë. E them na bën mirë se s'na bën mirë. BE-ja po na tret çik si shumë, ëh? BE-ja mund na tret si shumë, po kemi parasysh diçka. Keq fishtën? Po, edhe atë. Nuk kemi parasysh të gjë që nëse SBA-ja nuk do jetë në Europë, është sigurt që Gjermania do armatoset. Edhe por armatos Gjermania, do kemi probleme, sepse Rusia mirë po keq do përplasëm Gjermaninë. E sigurt që nëse armatoset Gjermania, se lajmi i dje ishte për fortifikimet e... Ju jeni një njeri që e njihni mirë historinë. Që pas vitit 1870, kur u bashkua Gjermania në mbretërimin e Prusisë dhe Hohenzollernëve, në Europë u shfaq një problem që nuk ishte ekzistuar ndonjëherë, problemi gjerman. Sepse balanca fuqisë që ruhej dikur nga Anglia, Franca, Prusia, Austria dhe Rusia u prish, sepse Gjermania dominoi kontinentin. Edhe bota e asaj kohë u ndan në dy blloqe, aleanca trepalçe, pra Franca, Angli, Itali, edhe Austria me Gjermaninë, edhe Rusia në bllokun Anglisë dhe Francës. Edhe zhballancimi evropian përdoi luftën e parë botërore. Maroi, u zhbalancu përsëri me ardhin e Hitlerit, me armatimin. Lufta e parë botërore. Pra një zhballancim me Gjermani të armatosur është e rrezikshme për ne, sepse çfarë ndodh? Rusia, nëse SBA-ja largohet nga Europa, Rusia do hyjë edhe më shumë në Ballkan. Rusia ka qenë në Ballkan shumë e fuqishme, ne dim, në vitet e posot Kongresit Berlinit, Traktatit Shënsefanit, ajo i ka bërë gjëma të në Ballkan. Rusia ka bërë ndaj ne shqiptarëve. Se Serbia ka bërë mirë. Si e thonë që Lenini na shpëtoi ne bëri publik traktatin? Atë budalliqe tash. Jo, duhet të shpjeguar kjo se ka ngelur ajo histori. Ti e hapi këtë më betë, domethënë. Lenini denoncoi atë që Traktati i Fshetit Londrës në vitin 1915. Por para një nuk i denoncoi Lenini, po ishte gazeta ajo një herë që doli. Po këta e identifikon me Leninin si zëri popullit me Merozë. Duhet me mbrojtë atë gjë. Lenini në brenda pikpamjes së vet komuniste bolshevike, duke qenë se ishte fliste kundër imperializmit botëror, apo jo, kundër pushtimit vendeve, nxori parimin e vetvendosjes. Jo është parimi i drejtë, po fakti që ka drejtë për të parim. Wilsoni atë vetvendosje? Ashtu. Pra, ky është parimi i drejtë. Edhe kjo nuk e bën Lenini burr të mirë, apo jo. Asnjëri që po na brondën e shqiptarët. Është një parim që ai e ndoqi brenda një filozofie të caktuar, e cila ka 135.000 gjona të kia. Po nuk e zbatoi pas. Po sigurisht nuk e zbatoi sepse ka një gjë. Se Wilsoni e zbatoi. Nuk duhet me hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare gjëra gjatë, i bie me mision tjetër bashkë nga e para. Lenini në fillim mendoi që do ndërtojë një botë re ruse, komuniste të gjithë botës. Pastaj bëri 2 traktate, që janë traktatet e Rapalos. Pra u fut në koalicion me Gjermaninë, pra u hyrin botë, pra bëri dhe ai dallaverën e vet pastaj. Sa ato parimet e veta, sepse ka një gjë. Ndryshe nga çton, kështu pak më kam mësuar, ose kështu thon politologët që unë lexoj, komunistët ndryshe nga çton që janë spartanët, ndeshë drejt janë shumë korruptuar. Këtë ka treguar historia e njerëzimit. Pavarësisht se pretendojnë spartanizëm, puritanizëm, drejtësi, ndershmëri, në fakt janë shumë korruptuar. E kundër është vërtet. Edhe Lenini padyshim që unë them që korruptu në kuptimin material të fjalës, e vëllai tjetër. Por në kuptimin politik të fjalës. Tani, zhvillimet në Amerikë nuk do lëm pa e përmendur, janë gati të çuditshme. Nuk ngjan Trumpi me asnjë president pararës. Po unë i kam lexuar, pothuajse të gjithë presidentët, por nuk më del një që të si Trump. Domethënë nuk ka një doktrinë Trump. Dhe ajo që ishte dukesh normale për para pak muajsh, tani është kthyer në anormale. Protestat që kanë nisur në Kaliforni, madje sot memja më e bukur ishte Kalifornia e viteve 60-70, ata me ato makinat edhe buzë oqeanit atje, dhe kjo që me gur makinat e policisë. Tani, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është marrëdhënia e Donald Trump me Elon Musk. Ore, unë nuk e kuptoja fillim ç'të lidhje kishte Elon Musk me presidentin e Amerikës, 1 miliarder me presidentin. Tani ata janë bërë, dhe po lexoj vetëm fjalën e fundit që ka thënë Trumpi për Elon Musk, që has lost his mind. Ka ikë nga mendja. Nga mendorja, siç është ajo meme, ajo video virale. E para, Elon Musk nuk është thjesht një miliarder, domethënë të kuptojmë këtë gjë që ai është një njeri
një fushë biznesi që nuk është eksaktësisht biznes. Pra teknologjia e informacionit, ai pretendon që ka në kokë idera që mund të materializohen për të ndryshuar gjithë planetin. Pra nuk është thjesht një miliarder që kërkon të forcojë biznesin e vet. Pra ku dimë si ka po të ndikojnë në rrugë. Ai pretendon që kemi pas 10 vitesh 50 milion robot, pastaj kemi robot që do mund të lindin, që mund të ku diun besin shtatzën, pra të pollorojë planetin. Pra ka një kokë një ideologji që mund të quhet posthumaniste, pra flet për një periudhë kur njeriu nuk do jetë më njeri. Pra këtë gjë kanë kokë e para. A realizohen to ajo nuk kemi eksperiencë fusha, nuk e dalloj dot, po ai me këto lloj gjërash ecën, është njëri me guxim gjigant, me gjeneritet. Jo si afroi Trumpi. Trumpi afroi se kishte nevojë. Por edhe ky afroi se edhe ky kishte nevojë. Ata ka nevojë për njëri tjetrin. Ai e di që projekti i atij, ato gjërat që kanë kokë, nuk mund të ecin para pa përkrahjen e qeverisë. Ndërkohë Trumpi di që nuk mund të fiton dot zgjedhjet në farë mënyrë, ose i duhej mbështetje. I duhej edhe ky për këto punë të zgjedhjeve. Po tani ndodhi konflikti sepse unë mendoj që ky konflikt do zgjidhet. Ata prap do afrohen gradualisht. Kështu mendon? Do afrohen? Po, sepse ende kanë nevojë për njëri tjetrin shumë. E ke për ta parë. Ai thotë ti je çmendur, ti ke ikën mendja. Nuk e kanë problem fare, do të rregjë fjalët. Kjo është një administratë kurse ata juve komplet e pangjashme me gjithçka tjetër në historinë paktën 100 vjeçare çdo bas. Dikur mund të ketë qenë vetëm në kohën e Andrew Jacksonit, ka qenë prezant dikur në vitin 1820, para Lincolnit, 30 vite para Lincolnit, i cili ka qenë i ngjashëm me Trumpin. Nuk ka pasur Amerika më raste të tjera. As Andrew Jackson nuk mund del. Mund ta themi. Dhe kjo është gjë e pangjashme. Kemi një prezident amerikan i cili e ushtron pushtetin me mjetin themelor të vetin pa parashikueshmërinë. Ky bën veprim pa parashikueshme. Qenia njerëzore në dy, kushdo tjetër në botë, gëzojnë vetin e parashikueshmërisë, ka pajisë zotin me vetin e parashikueshmërisë. Ti e di çfarë do bëjë, unë e di çfarë do bëni juve. Ne e dim çfarë do bëjnë tjerët. Gazetarët i keni në redaksi, njerëz në qytet dhe duke qenë se e dim, ndërtojmë sjelljen tonë. Kështu njerëzit martohen, bëjnë familje, shkojnë punë në radhë. Sa këta janë pa parashikueshëm. Edhe me anë të parashikueshmërisë ne ndërtojmë dhe shtet. Ndërtojmë shtet ligjor. Shteti ligjor varet nga parashikueshmëria. Ti e di çfarë do bëj polici, po nëse vjet rrugë. Po. Çfarë do bëj gjyqtari, po. Pra, ndërsa pa parashikueshmëria është bashkë kundërta. Është mos respektimi i normave njerëzore, mos respektimi i shtetit. Dhe si do shkojë raporti Elon Musk? Mendoj që këta dy do gjejnë një gjuhë sepse prapa tyre ka interesa shumë fuqishëm për shtetin. Po duket sikur janë larg tani shumë. Ka filluar një zbutje lehtë, Elon Musk i fshiu disa postime. Do hesh sepse thash deri ai ka nevojë për Donald Trump ka nevojë për atë. Kemi ardhur në fund të bisedës, me të vërtetë ishte e këndshme, sidomos disa gjëra ju i thatë për herë të parë dhe të falenderoj shumë për këto gjëra që thatë dhe për gjithë intervistën. Më detyrohet të them gjëra që nuk kisha mend kurrë në jetën time të thosha ndonjëherë. Jo, unë i çmoj dhe i vlerësoj shumë ato. Faleminderit juve. Ky ishte dekalogu për sot. Ju falenderoj shumë nga unë Lançafoku, mirupafshim.